Secilit I thot të vërtetën vëllait të vet me diplomaci, thoni bashkë me mua. Secilit I thot të vërtetën vëllait të vet me diplomaci, me një buzëqeshje, me zemër, dhe kur ti thuash diçka dikujt, mos I thuaj kurr, sepse ti ke bërë. Ti ke bërë dhe ti ke bërë, sepse njerëzit mbyllen përballë akuzës edhe kur kanë gabuar, kush e di? Atëherë shiko si duhet ta thuash. Në vend që të thuash ti më flet gjithmonë keq, thuaj kur. Thoni bashkë me mua kur. Kur ti më flet në atë mënyrë, unë ndihem keq. Si bëhet kjo? Kue? Dhe nuk ja hedh fajin tjetrit duke thënë ti më bën të ndihem keq, sepse personi, edhe nëse është e vërtet, po, sepse ti vepron ashtu, kjo vlen edhe për zënkat. Kur më flet në atë mënyrë, unë ndihem keq. Shiko, qenjet njerëzore, ne kemi brenda nesh, Zoti ka vendosur brenda nesh dëshirën për të ndihmuar. Për shembull, kush ka pasur ndonjëherë një zënë të fortë me ditë dhe ai person ka filluar të çajë, pikë ndryshuar tërësisht. Sepse ti shkon, jo, nuk doja, jo, hajde, nuk është tamam ashtu, nuk është se mendoj vërtet ashtu. Psu? Sepse brenda nesh Zoti na ka krijuar për të riparuar të çarat. Pra, nëse ti thua ti, nëse ti më thua që unë jam ndjer keq, vetëm nga ideja që të kam bërë të ndihesh keq, unë dëgjoj, ndihmoj dhe reflektoj mbi veten. Amin. Mësim falas për komunikimin. Pra, zëri, dëshmia e brendshme si një semafor, zëri I brendshëm, Zoti që përdor ndërgjegjen time, kam shumë vargje, por nuk kam gjithë këtë kohë, dhe ky Zot do të jap edhe sugjerime si në Vepra 8:29. Shpirti I tha Filipit, afrohu dhe shko te ai karros. Dhe ai po I thot shko. Lloji tjetër I zërit që nuk është I zakonshëm. Thoni me mua nuk është I zakonshëm. Është zëri I dëgjueshëm. Unë kam dëgjuar 2 herë zërin e dëgjueshëm të Zotit në jetën time dhe kam më shumë se 30 vjet besim. Kur Zoti flet me një zë të dëgjueshëm, do të thotë sikur një person të fliste, dhe sepse ai nuk do që të ketë dyshime që ti të bësh atë që Zoti do që ti të bësh. Për shembull, ne e gjejmë këtë në librin e Samuelit, në Samuelin e parë, kapitulli 3, nga vargu 4 deri në 11. Nuk do ta lexoj sepse është I gjatë, por është aty ku Zoti thërret këtë fëmijë, Samuelin. Kush foli? Dhe ai shkon te Eli, mentori I tij, dhe I thot, e di që dëgjova një zë. Dhe ai I thot, mirë, fli. Samuel. Shiko, e dëgjova përsëri atë zë. Po mirë, fëmijë. Kur për herë të tretë thot, e dëgjova Samuelin, atëherë I thot, foli o Zot, shërbëtori yt po dëgjon. Aty e njohu zërin e Zotit, prandaj është e rëndësishme të kesh ditë që ka më shumë besim se ti, që njeh rrugën shpirtërore dhe të thot, ai është Zoti. Zoti po I fliste në një mënyrë të dëgjueshme. Si ishte rroga e dëgjueshme. Dhe kur Zoti të flet në një mënyrë të dëgjueshme, është sepse nuk duhet të ketë dyshime. Ti e di që ke dëgjuar një zë, shikon rreth e rrotull dhe thua, kush ishte? Është një mënyrë tjetër se si Zoti na flet. Nuk është më e zakonshmja, më të zakonshmet janë mënyra e parë dhe e dytë. Cila është mënyra tjetër si na flet Zoti? Përmes profetëve të tij, kur Zoti flet përmes njerëzve, zakonisht përmes njerëzve të përdorur nga Zoti, por Zoti mund të flasë përmes kujtdo, madje ka folur edhe përmes një gomari me një person në Bibël. Kush ishte ai? Balancimi. Pra, Zoti ka përdorur madje edhe një kafshë, bari, por sa mënyra ka. Unë po të përmend disa, por Zoti mund të bëj si të doj, mund edhe të vizatoj. Që të vjen në Itali, Zoti bëri një vizatim ton dhe jeri që ishin në Venecia. Dhe e pyeta, po më flet përmes ton dhe jerit? Dhe Zoti deshi të më mësonte që ai është Zot.
Dhe ndoshta, nëse nuk do të ma vizatante, nuk do të kuptoja, sepse ka njerëz që Zoti duhet të vizatoj që të kuptojnë. E vërtet, pra, përmes profetëve të tij, ne do të gjejmë profetin Agabo, i cili i thot palit të mos shkojnë në Jeruzalem, sepse atje e presin vuajtje, por ai thot se do të shkojë gjithsesi. Zoti e dërgon Jeremin të flas me Izraelin, Jeremia 1:49, dhe përdor profet për të thënë mos e bëj ose bëj atë gjë. Ndonjëherë Zoti të jep një fjalë që ti thua. Por ajo që më tha profeti nuk ka lidhje fare me mua, e mban në sirtar dhe ecëm përpara me atë fjalë. Vite më parë, Cindy Jacobs nga ky sken, sapo kisha qenë në New York dhe thash: gjithmonë e kam dashur New Yorkun, isha në New York një javë para se ajo të vinte këtu dhe thash: mendoj se nuk do të kthehem më kurrë në New York, është bërë vintage, ishte e pis, nuk dua të shkoj më atje. Sa po thash nuk dua të shkoj më atje, gjithmonë kam menduar, sa bukur do të ishte të shkoj atje, të kisha një shtëpi atje, e fshiva nga mendja. Vjen Cindy Jacobs dhe thot: Pastore Roslyn, Zoti e ka përgatitur New Yorkun. Dhe unë them, pikërisht tani që thash se nuk dua të shkoj atje. Dhe më thot, ka shumë italian në New York që ju presin, që nga ajo ditë e kam lënë në sirtar, sepse gjëja e fundit që mendoja ishte New Yorku. I fundit. Por kush më ndjek në Instagram shitet që pothuajse gjithmonë vendosja hashtagun italian në New York. Gjithmonë italian në New York, italian në New York, italian në Ameri, sepse thash, duhet të bëj një hap për të hyrë në këtë fjalë. Dhe pastaj vitin e kaluar, madje edhe më herët, në 2023, erdhen disa persona për të studiuar pak kishën tonë, ne që po rriteshim, si po rriteshim, dhe filloi të lindte në zemrën time New Yorku. Ata erdhen vetëm për ta thënë, vetëm për të na studiuar ne, jo për të na ftuar në New York. Pastorja Diana flet me njërin prej tyre që ishte shoku i saj dhe fillon pi thot: po pse? Ai thot, do të më pëlqente të isha. Dëshiron një të shtunë në New York. Ajo i thot, pse nuk e hap ti? Fillojnë të bisedojnë. Ata më ftojnë në New York për të folur për ne, jo për të hapur një kishë në New York. Kjo gjë fillon të rritet brenda meje derisa filloi të ken dyshime. Isha në New York dhe ata më thonë, lutu, Zoti të thot po apo jo. Dhe Zoti nuk më tha asgjë. Kur Zoti nuk na thot asgjë, çfarë duhet të bëjmë? Asgjë. Kur Zoti nuk të thot asgjë, ti nuk duhet të bësh asgjë. Duhet të mbyll një marrëveshje, në rregull, lutem. Çfarë të ka thënë Zoti? Asgjë. Çfarë duhet të bëj? Asgjë. Kur Zoti nuk më thot asgjë, është momenti të mos bëj asgjë. Duket matematik, por ne jemi aty. Atëherë fol me mua nëse ai nuk të ka folur fare. Ti i thua asaj personi, më vjen keq, nuk do të bëjmë asgjë. Pse? Sepse Zoti nuk më ka thënë asgjë. Prandaj unë nuk bëj asgjë. Derisa të vinë një bindje, sepse nuk është se ka thënë një person. Unë kam besuar, por nuk e di e kohën, momentin, dhe kjo gjë rritet brenda meje. Dhe kur rritet brenda meje, unë them, e di, sepse e di dhe e di që duhet të hapim në New York. Dhe tani, këtë vit, ne do të dërgojmë pastor Stefin dhe ata do të jenë atje në New York. Është një bindje që rritet. Nuk e di nëse e dini, por pastori Steqia ka qenë gjithmonë e dashur me New Yorkun. Njëherë më ka vjedhur edhe një shqiponjë dhe më tha, kështu thuhet. Unë thash, është imi, por burri i saj, ai gjithmonë thoshte, më pëlqejnë më shumë vendet latine, pak nga Spanja. Dhe kur unë po prezantoja projektin New York, ai pa i thënë asaj, më tha, pastor, nëse ke nevojë për ne, jemi këtu. Dhe ajo thot, kush është ky që ti ma ke vënë pranë? Sepse me siguri diçka ka filluar të rritet edhe brenda ti. Të kujtojmë, ndonjëherë zbulimi vjen në mënyrë progresive, por në momentin e Zotit, prandaj mos e detyro derën, sepse ndonjëherë i jep ndonjë shkelm dhe dera hapet, ti futesh në një derë që ndoshta ishte nga Zoti. Por jashtë kohës së Zotit dhe jashtë kohës së Zotit nuk funksionon. Prandaj, kur ai të bën të rritet një bindje, vetëm atëherë lëviz. Nëse ai nuk të ka thënë asgjë, çfarë duhet të bësh? Asgjë. Për mrekulli.
Dhe ndonjëherë ai dërgon profetët për të hapur disa dosje që ne nuk i kemi. Amin. Mënyra tjetër me të cilën Zoti na flet është me vizione. Thoni me mua vizionet. Vizione. Të hapura dhe të mbyllura. E thjesht. Të hapura do të thotë që po shoh diçka në mënyrë të drejtë për drejtë. Një angel. Mirëmëngjes angel. Bibla thotë që ne nuk flasim me engjëj, por nëse të shfaqet përpara, ti i flet, nuk është se thua ajo, Bibla thotë, nuk mund të them asgjë. Bibla thotë, kur kemi nevojë për një engjëll, ne duhet t'i kërkojmë Zotit. Zot, më dërgo një engjëll. Edhe Jezusi ka thënë, çfarë më pengon të kërkoj nga Ati im të më dërgoj një engjëll? Ai nuk ka pasur marrëdhënie të drejtë për drejtë me engjëj. Adhurimi i engjëjve nuk është i parashikuar në Bibël, por nëse të shfaqet njëri përpara, çfarë bën ti? Ti flet me ta. Këtu kemi shembullin e Abrahamit, shembullin e Mojsiut dhe do të shkoj drejtë në temë. Pra, mund të shfaqet një engjëll dhe të flasë. Dhe kështu. Ose më sakt, pastaj në Bibël thuhet se Mojsiu, që Zoti i flet Mojsiut nga një zjarr. Shikoni, thot pikërisht kështu. Engjëlli i Zotit ju shfaq në një flak zjarri. Pra, shfaqet kjo, ka një flak dhe ai sheh një engjëll aty brenda, kështu thot dhe i flet. Kjo është një vizion i hapur. Pastaj ka vizione të mbyllura, të cilat janë më të zakonshme. Kur isha adoleshent, për herë të parë kisha sjell një vajzë në kishë dhe ajo filloi të qante dhe thoshte, është e mrekullueshme, është e mrekullueshme, është e mrekullueshme. Dhe ne ishim si. Sepse nuk është se vetëm pse ti nuk e parë, nuk ekziston, apo jo. Ka njerëz që shohin, ka njerëz që nuk shohin. Dhe ajo vajzë e përshkroi, nuk dinte, nuk kishte lexuar kurrë Biblën. Përshkroi si ishte engjëlli, ishte pranë saj dhe nga ajo vizion ajo u kthye në besim. Dhe shite, nuk mundej, vazhdonte të thoshte, është shumë i bukur, engjëlli që flet. Ajo shite një engjëll, unë nuk shija, por kjo nuk do të thotë që nuk ishte aty. Amin, ati që i jepet shumë, i kërkohet edhe shumë. Sigurisht ai që ka parë një engjëll pastaj nuk mund të bëjë më asgjë, dhe njëherë është më mirë të mos shohësh. Pra, vizioni i mbyllur nuk është një mendim, thoni me mua, nuk është një mendim. Do me thënë, unë nuk po mendoj, dua të punoj në atë kompani, Zoti më ka thënë, jo, vizioni, nuk po mendojmë për atë fakt, po mendojmë për diçka tjetër. Po lutem për kishën dhe më ndërpret vijën time të mendimit, thoni me mua, më ndërpret vijën time të mendimit. Pra, një vizion në imazh që bën kështu. Shhu, më ndërpret vijën time të mendimin. Jo, jua kam treguar që njëherë isha në këtë vend ku jetoja në botën katolike dhe po lutesha në përgjithësi, asnjë mendim për nënën time në atë moment dhe e shoh duke luajtur. Shkurt, ajo një 4 nota të një 4. Ajo ka një organo dhe di 4 nota që i ka mësuar kohë më parë. Nuk e hedh organon, her pas here thot të luaj 4 nota. Dhe e shoh mbi ato 4 nota e trishtuar. Dhe sa po pata këtë vizion që s'kishte fare lidhje me lutjen time, kuptova që duhet ta telefonoja. Këtë javë më ndodhi e njëjta gjë, fiks njësoj. Një person që nuk e kam parë, besoj, prej 3 vitesh, që nuk vjen më në kishë, pra një person që e kam njohur vite më parë, që kam ndjekur edhe gruan e tij që ka ndëruar jetë, ka vdekur, e kështu me radhë. Imagjino pikërisht personin e fundit që do të më vinte ndërmend, sepse nuk është në rrethin tim, nuk e kam parë prej vitesh. Dhe sapo jam aty, shpirti i shenjtë më bën kështu, shu. Dhe unë gjatë lutjes së thërast i dërgoj një mesazh dhe i them, e di, po lutesha dhe më dole në mendje ti që s'ka në rregull. Dhe më tha që ishte një moment i vështirë që kishte nevojë për lutjet e mia, sepse Zoti që i di të gjitha mund të na flasë përmes një vegimi, një imazhi të thjeshtë që e ndërpret, thoni bashkë me mua, e ndërpret vijën time të mendimin. Por të kujtojmë që ndërkohë që Zoti na flet, edhe djalli mund të përpiqet të na flasë. Pra, edhe ai mund të ndërpres vijën tënde të mendimin. Ti je i lumtur, la dhe vjen kështu, sërhërën. Ai përson të urën, sërhërën. Dhe të vjen në mendje kështu dhe ti fillon nga i lumtur të thuash. Ja ku je.
Ajo nuk është nga Zoti. Të kujtojnë që nga fryti njihet pema. Cili është fryti që duhet të jetë në zemrën tënde? Paqja. Kur Zoti flet, edhe nëse të thot diçka të keqe, ti je më i lumtur, ke paqe, nuk të fut ankth. Zoti nuk të fut ankth, as shqetësim. Pastor, sepse kam parë, Zoti më ka bërë të shoh fundin e botës, nuk flema, nuk është nga Zoti. Nëse duhet t'i tregoj dikujt fundin e botës, sigurisht nuk do t'ja tregoj dikujt që është i prirur ndaj ankthit. Apo jo? Shkon dhe ja tregon dikujt që ai e di që mund ta përballojë, me të cilin mund të flasë. Pra, nga fryti yt, ashtu si nga fryti unë njoh kush po më flet. Dallimi, një mënyrë tjetër si Zoti na flet, ëndrat. Kush ka ndëruar ndonjëherë diçka? Ëndrat janë një vizion ndërsa flet. Pra, ndërsa janë duke fjetur, unë ndëroj. Si ta di nëse nuk janë speca? Sepse dihet që kur ham rënd, ndërojnë nga të gjitha. Dihet që kur do të shkosh në banjë, ndërojnë që gjithë kohën je kudo, por duhet të shkosh në banjë. Dihet që kur flim mbi dorë, ndërojnë tërmete, gjëra të çuditshme, do të lëvizësh, por dora nuk të punon. Pastaj zgjohesh dhe dora ka qenë duke fjetur në jastëk. Sepse e gjithë kjo ndërpret edhe këtë. Kam ndëruar, jo. Kush ka ndëruar ndonjëherë që duhet të shkonte në banjë për gjithçka? Ke shkuar kudo dhe nuk funksiononte? Është merr ajo ëndër, apo jo? Nëse je fëmijë, të ndodh të lagesh kur bën këto ëndra, e dini këtë apo jo? Dikush prej nesh e ka përjetuar këtë më parë. Nëse je i rritur, siç di tashmë të kontrollosh veten, do të ëndërrosh që po shkon, por nuk arrin dot të shkosh në banjë. Pyet njerëzit dhe fillon, dhe pastaj zgjohesh dhe thua duhet patjetër të shkoj në banjë. Është troje që po të thotë, zgjohu. Sepse për ndryshe të dalin gur në veshka dhe të shpërthen shikza, se ke pirë verë dhe 4 litra ujë para se të flesh. Kjo s'ka lidhje fare me Zotin. Ka edhe një predikim për ëndrat, mund të hysh në YouTube dhe ta shohësh. Gjithsesi, në ëndër kur vjen nga Zoti, së pari sigurisht që realizohet. Shumicën e rasteve ai të jep interpretimin, ndonjëherë ja jep interpretimin dikujt tjetër. Dhe gjëja më e rëndësishme është që kur një ëndër vjen nga Zoti, ajo mbetet brenda teje. Nuk është se kalon mëngjesi dhe ti e ke harruar tashmë. Është diçka që punon shumë në mendjen tënde, të mbetet, vazhdon të punoj edhe pasi ke ndëruar, vazhdon të jek në kokën tënde dhe atëherë shkruaj. Zoti i ka bërë të ëndërrojnë Ezekielin, Isain, Zoti i ka bërë të ëndërrojnë Faraonin, mbretin Nabukodonosor. Pse i bënte të ëndërronin mbretërit? Sepse nëse do të bënte të ëndërronte ndonjë pincopalo, ai pincopalo nuk do të mund të bënte asgjë. Zoti flet me atë që mund të ndërhyjë. Thuajeni, Zoti flet me atë që mund të ndërhyjë. Është e kot që ai të flasë me mua nëse unë nuk mund të ndërhyj në atë situatë. Por nëse unë mund të ndërhyj në jetën e dikujt, në jetën e kishës, atëherë Zoti do të më flasë. Ah, bari, por ndërova 2 domate, një dhi, çfarë do të thotë? Nuk e bi. Ndonjëherë njerëzit vinë tek unë me interpretimet e tyre. 3 kapuç dhe 2 domate duke shëtitur në Paris. Dhe unë them, ke uri dhe do të udhëtosh. Sepse ëndrat janë, shikoni, ëndrat janë, një frikë e madhe. Ka njerëz që ëndërrojnë frikrat e tyre. Kam frikë se nëna ime do të vdes, unë jam njerëz që më vdiq nëna. Është frika jote. Ëndrat janë dëshirat e tua. Ndonjëherë ja aty që nuk mund të bësh seks, po përmbahesh dhe ke ëndërruar që ke bërë seks çift natën. Urrejtje. Kjo do të thotë që trupi yt po thotë, ka mori edhe pse ti nuk mund të hash. Dëshira, frikë, apo Zoti që të flet. Kur Zoti të flet, shumicën e rasteve ose do ta kuptosh ti, ose dikush tjetër do ta kuptojë. Por mbaj mend, ajo që vjen nga Zoti mbetet brenda teje. Amin? Si vizioni, ashtu edhe gjërat e tjera. Për shembull, ne gjejmë të vizioni i Pietrit që ai pa një tryez që zbriste nga qielli.
Pse I flet Perëndia Pjetrit? Sepse Pjetri ishte ai që nuk besonte se paganët mund të pranonin Zotin. Pse nuk I foli Palit? Sepse Pali e besonte. Dhe kështu ishte një mënyrë e Zotit për të komunikuar përmes një vizioni. Amin. Tani do të flas për një mënyrë që askujt nuk I pëlqen, se si Zoti na flet. Cila është? Përmes prova, përmes problemeve. Ka njerëz që thonë nuk dua që Zoti të më flas përmes problemeve. Biblia thotë te Predikuesi 7, më mirë një shtëpi në zi se sa një shtëpi në fesë. Ndonjëherë, në momentet e vështira, Zoti të flen. Kush e ka ndryshuar jetën përmes një momenti të vështirë? Duhet të marr një vendim sepse jeta ime është një kaos. Ne kemi apostullin Paul që shkon në mal. Ka një stujë të çmendur, imagjino çfarë I kalon në mendje Palin. Më futën në burg pa drejtësisht, pra po e shërbej Zotit, më futën në burg pa drejtësisht. Pa drejtësisht më futën në një anije që të gjykohen në Rom. Ndërkohë që jam në anije, ka një stujë dhe ne jemi gati të vdesim. Dikush thot, o Zot, a ke ndonjë gjë me mua? Ndonjë problem? Dhe Zoti I thot, qetëso, nuk do të vdes askush, por anija do të shkatërohet. Atëherë ai u thot të tjerëve, qetësohuni. Imagjino të thuash qetësohuni ndërkohë që një anije po shkatërohet. Qetësohuni. Se Zoti të fut edhe në situata të tilla, apo jo? Të gjithë janë kështu. Qetësohuni. Të vjen dëshira kur është dikush I tillë ta godasësh. Qetësohuni, nuk do t'i ndodh asgjë askujt. Anija është shkatëruar. Përfundojnë në një ishull të vogël aty poshtë, afër Italisë që quhet Malta. Qëndrojnë 6 muaj atje, 6 muaj në ishull, duke pritur një anije tjetër, sepse ata lëviznin me anije tregtare. Nuk kishte anije ungjillëzuese, ishte anija që shkonte të çonte mallra për t'i shitur në vende të tjera, duke pritur tjetrën. Ndërkohë që ai është atje, sapo po vendos dorën në zjarr, një nepër ke kafshon. Dhe indianët, njerëzit që jetonin atje, bëjnë kështu. Ne do të kishim thënë, ky është vërtet I pafat. Dhe thonë, ky njeri duhet të jetë një mëkatar, sepse ky ishte në burg. Bën një mbytje anije, pra nuk vdes një mbytje dhe një nepër ke kafshon, do me thënë Zoti ja do të vdekur. Ai është më, dhe në atë moment ai bën kështu dhe duhet të vdiste, por nuk vdes. Çfarë thot Bibla për Maltën? Që nga demon që ishte, po thuaj se duan ta bëjnë Zot. E gjithë ishulli, të gjithë njerëzit përreth tij u konvertuan. Kështu ungjilli bërin në Maltë përmes një sprovat, përmes një momenti të vështirë. Ka njerëz që sot janë në kishë sepse një I afërm I tyre ishte I sëmur. Ka njerëz që sot janë në kishë sepse nuk e buronin më dhimbjen e tyre. Ishte Zoti që po u thoshte, ndalo së vuajturi vetëm, eja këtu që unë të shëroj. Ka njerëz që vinë këtu nga dëshpërimi. Mos mendoni se Zoti nuk ka folur me këta njerëz më parë. Ai trokiti jo, mirë. Dhe pastaj kanë bërë edhe këngën, të provojmë edhe me Zotin, nuk I dihet kur. Çfarë do të thotë kjo? I kemi provuar të gjitha dhe e kemi lënë atë për në fund. Nëse e le të parin, nuk ke pse ti provosh të gjitha. Kjo është matematika e jetës. Pra, ndonjëherë në momentet e vështira Zoti na flet. Kush ka ndryshuar ndonjëherë në disa momente të vështira në familje, ke pasur sherr me ditë dhe ke filluar të thuash, duhet të punoj me durimin tim që të mos vras askënd. Merje fyrje dhe thoje jo, duhet të punoj. Kush e ka përjetuar ndonjëherë këtë? Ndonjëherë Zoti na flet përmes prova për të na ndryshuar ne, për të na bërë të ndryshojmë vend. Ka njerëz që thonë, unë shkova të jetoja atje në Gjermani, gjithçka shkon të keq. Thash, nuk mund të rri më këtu. Shkova atje ku Zoti donte që të isha.
Ndonjëherë sprova është mënyra e Zotit për të detyruar të bësh diçka që ti nuk do ta bëje vetë. E vështirë, por ai do të na flas edhe përmes sprovave. Kur je në një moment të vështirë, ndonjëherë fillon të thuash: Zot, po më flet. Kush ka vdekur? Askush në mal. Ishte vetëm për lavdinë e Zotit. Ju kujtohet, po ky njeri, kush ka mëkatuar? Prindërit e tij? Jo, ishte për lavdinë e Zotit. Ndonjëherë, thoni bashkë me mua ndonjëherë, Zoti do të na flasë përmes vështirësive. Romakëve 5:3-4 thotë: Jo vetëm kaq, por edhe krenohemi në vuajtjet tona, duke ditur se vuajtja prodhon durim. Thoni bashkë me mua durim. Durimi sjell shpresë dhe përvoja pastaj çon në shpresë. Djem dhe vajza e di që na pëlqen të dëgjojnë se Zoti shëron, vepron, çiron dhe të gjitha këto janë të vërteta, por ai ndonjëherë na vendos në momente, lejon momente të rëndësishme në jetën tonë që ne të bëjmë një kthes të madhe. Ka njerëz që janë gati të humbasin shtëpinë dhe familjen e tyre përmes një kaosi. Ose bën një kthes të madhe, ose shkatëron. Sigurisht, Zoti të ka thënë 20 herë mos e ndiq këtë rrugë, por ndonjëherë ti do ta bësh, je kokfort dhe sprovat vinë që të bëjnë të ndryshosh rrugë. Ka njerëz që nuk ndryshojnë as me sprova. Durim. Një mënyrë tjetër me të cilën Zoti na flet, përmes Biblës. Më trego si është Bibla. Dhe këtu gjejmë fjalët logos dhe ërma. Thoni si logos, fjala e shkruar, hërma, fjala e zbuluar. Njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Zotit. Ajo fjalë në Bibël, te Mateu, është hërma. Nuk do të jetosh vetëm duke ngrënë bukë dhe ushqim, por një lloj tjetër ushqimi është zbulimi i fjalës. Pra, kur po lexon Biblën, nuk duhet vetëm të lexosh, por duhet t'i bësh vetes disa pyetje. Çfarë do të më thotë Zoti në këto 3 kapituj? Din nga ai moment me Biblën duke thënë: një fjalë, një gjë e rëndësishme, duhet të kem këtë lloj besimi. Lexoj për tabernakullin, tani do të filloni të lexoni të gjithë. Çfarë duhet të përdor? Zoti është një Zot i saktë, ai jep edhe për masat, por ai nuk bën asgjë rastësisht. Dil gjithmonë me një mësim, por jo vetëm një mësim për veten tënde. Frymë e shenjtë, çfarë dëshiron të më thuash sot përmes kësaj fjale? Dhe ti e shënon atë. Amen. Pra, ndërkohë që po lexon logosin, mund të mendosh për këtë, kur ka një zbulesë, kur një person, kur një pastor gjatë predikimit ti thua: këtë gjë nuk e kisha menduar kurrë më parë. Kjo është zbulesa jote. Merje me veten në shtëpi, sepse Zoti do të flasë përmes Biblës. Një mënyrë tjetër me të cilën Zoti flet, edhe 2 të tjera dhe kemi mbaruar, përmes shenjave dhe mrekullive. Ndonjëherë mrekullit janë mënyra që Zoti përdor për të thënë: ekzistoj, janë këtu, të dua, të shëroj, të transformoj. Ka njerëz që kanë nevojë për një sprovat të vogël. Ka njerëz që me një sprovë edhe më të madhe kanë nevojë për një mrekulli. E vërtet, ka njerëz që e përkulin me dhimbje, ka njerëz që e përkulin me dashuri. Zoti i njeh secilin prej nesh, po ju jap edhe një listë me disa raste kur Zoti ka folur përmes shenjave dhe mrekullive. 10 plagët e Egjiptit, kalimi në përdetin e kuq, mana në shkretëtir, dielli dhe hëna që u ndalën nga Jozueu, profeti Elia, ringjallja e Lazvit, shumëzimi i bukëve dhe i peshve, shndërrimi i Jezusit. Shikoni, të gjitha këto ishin mënyra të Zotit për të thënë: ekzistoj, janë Zoti, sepse ata po lëkundeshin në besimin e tyre. Atëherë ai bëri shenja, mrekulli dhe çuditëra për të motivuar besimin. Le ta kujtojmë që shenjat vlejnë për të rritur besimin. Amen. Rrit besimin tënd personal në shërim, besimin tënd personal që Zoti mund të flasë, besimin tënd personal në biznesin tënd, besimin tënd personal. U luta që të më hapi një derë dhe më hap një portë e madhe. Kjo do të të ndihmojë të rritesh.
Dhe pika tjetër që ndonjëherë nuk na pëlqen është përmes autoriteteve shpirtërore. Thoni si autoritete shpirtërore që fillojnë kur je I vogël nga prindërit, kur jemi të vegjël, autoriteti në jetën tonë janë prindërit. Nëse prindërit e tu merren me magji të zezë, ata hapin dyer që ti të jetosh në një botë shpirtërore. Babai hap dhe mbyll dyer. Nëse keni lexuar për Abrahamin ose për Jakobin, e dini që ata I bekonin fëmijët e tyre. Ajo bekim është të hapësh dhe të mbyllësh dyer. Ti do të jesh ashtu. Kur ti I bekon fëmijët e tu, ti po hap dyer shpirtërore në jetën e fëmijëve të tu. Për këtë arsye ndaloni së thoni, nuk vlen asgjë, nuk di të bësh asgjë, nuk je I Zoti për asgjë, nuk do të arrish askund. Do të shohësh që do të jesh një I dështuar kur të rritesh. Ti nuk e di, por po hap dyer shpirtërore që fëmia dhe të hyjë brenda në asaj dera. Për këtë arsye, edhe nëse tani nuk studion, në vend që të thuash ti nuk studion kur, thuaj. Edhe nëse nuk studion kur, unë dekretoj që do të kesh hetje për të studiuar, do të rritesh, do të kesh një mendje të jashtëzakonshme, të mrekullueshme, po hap dyer në botën shpirtërore, hap dyer të mrekullueshme në botën shpirtërore për fëmijët e tu. Empor 2025, viti I trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror.